Te këta pacientat që si plotësojnë këto kushte, që dëshpërohen pastaj, sepse është goxha emocionalisht ti që kish dush me vendos, me shku, okej, po shkoj me hek lentet ose syzet se jam lodh, edhe kur të vjen aty thot mjeku jo, nuk i plotësojnë kushtet. A ka shpresë tjetër? Ka shpresë tjetër, pa që ka shpresë tjetër. Po dhe ato janë gjithmonë do të plotësojnë ato kriteret të mushme, sepse shpresa tjetër që ne na kemi pacientë që kanë vendosur ndryshe, pse është këta pacientë që kanë një dietëri shumë të madhe. Po. Për arsye se tek laserit për shembull ka kriteri largimit deri minus 10 dioptri. Tek lusi mund të largohet deri plus 5 ose plus 6 dioptri, te astigmatizmi deri në 3 dioptri. Këta që janë mbi, pastaj ata nuk mund të korrigjohet. Po ekziston mënyra tjetër, me ato thjerza që përmendëm më herët. Po. Implantimi i thjerzave refraktive intraokulare. Të me cilat jetojnë. Po, patjetër domthon, kjo është nëse na folëm më herët për ato thjerzat intraokulare që përdorim te katarakta, që është shpesa më e madhe e vendos një thjerz standarde, na kemi rastet kur kemi vendosjen e thjerzave për korrigjim refraktiv, vetëm për largimin e syzave, nuk ka katarakt. Sepse kemi thjerza pastaj multifokale që na i përdoren për ata pacientë që mbajnë syza progresive, ose që mbajnë syza edhe për larg edhe për afër. Edhe kjo mund të korrigjohet. Kjo korrigjohet me ato thjerza që i vendosen në brendësi të syrit, që janë thjerza multifokale.